Të dashur dhe të nderuar prindër dhe misafir, mirë se keni ardhur në programin tonë në Qendrën Kulturore Islame El Kalem. Tani do të ndëgjoni leximin nga Kurani nga vëllau dhe motra jonë e vogël, Agroni dhe Amira. لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم
وما يشعرون صدق الله العظيم. Në vazhdim vjen Ilahia Bismillahi nga Nerminja, Erzineta dhe Leila. Tani vjen Ilahia o Kur'an nga Nusejba. Nga thellësia e shpirtit ton, një shkëndi flakëron, Zoti dashur ty të madhëroj, librin tënd dhe kur lexoj. Nga thellësia e shpirtit ton, një shkëndi flakëron, Zoti dashur ty të madhëroj, librin tënd dhe kur lexoj.
pejgamberi në vend duhet me qu, edhe si jam e vogël, unë do të mësoj. Imri nuk më dihet, edhe sa do të jetoj, edhe për nëse rriten, ilmin do të ashtoj. Ato avë unë do të mësoj, si shoqet e mia, Kur'an ta lexoj. Selami pejgamberit pa ndat ja çoj, nën e bab në ahiret shpëtoj. Lumja i lumi që mundet me mësu, mundin e hoxhës poshtë më smequ. Ai që e mëson Kur'an dhe haron, do t'i në gjenem atë dënon. Këtë fjalë unë nuk i thash, na i tha pejgamberi, kush mëson Kur'an, shpëtim gjen anjeri. Tani me radhë vjen ilahia, Allahu të ka dërguar nga zana, shqipja dhe erzineta. Allahu të ka dërguar me Kur'an të ka bekuar. Allahu të ka dërguar me Kur'an të ka bekuar. Ja Hijreti, shpërngulja Muhamedit a.s. Pasi kaloi një kohë që Muhamedit a.s. ju shpall Kur'anin dhe pas vojtjeve të rënda që kishte Muhamedi a.s. nga idhujtarët gjatë kryerjes së misionit të tij në Mekë dhe pasi që një numër i madh i muslimanëve u shpërngulën për në Medinë, Muhamedi a.s. ishte i detyruar që dhe ai të shpërngulej në Medinë.
Në Mekë nuk mbeti gati askush prej familjeve muslimane, me përjashtim të Muhamedit a.s., Ebu Bekrit dhe Aliut radiallahu anhu, dhe disa familje që patën pengesa për udhëtim. Muhamedi a.s. pati mundësi të shpërngullet ndër më të parët, por kujdesja e tij ndaj muslimanëve dhe sigurimit të tyre e bëri që ky të jetë ndër më të fundit që emigronin. Para shpërnguljes, Muhamedi a.s. kërkoi strehim nga disa familje në Mekë, por ata e refuzuan këtë kërkesë të pejgamberit a.s. Pas këtij refuzimi, pejgamberi a.s. u dëshpërua shumë, mirë po ai ashtu i dëshpëruar vazhdoi misionin e tij. Dhe në fund takoi disa Medinas që ishin si fëmijë të hebrejve dhe të krishterëve. Kishin dëgjuar për pejgamberët e shpallur nga Allahu xhaleshanu. Gjithashtu dinin se këtë popull të librave të shenjta pritnin ardhin e një pejgamberi që e thirrnin shpëtimtar i fundit. Prandaj deshën ta shfrytëzojnë rastin dhe e pranuan fenë e Muhamedit a.s. dhe lidhën besën se do t'i ndihmojnë për kryerjen e misionit dhe gjithashtu ja dhanë besën se do t'i garantojnë strehim atij dhe të gjithë besimtarëve tjerë musliman që u shpërngulën në Medinë. Kureshët, kur panë se muslimanët për hir të fesë të tyre e braktisën pasurinë dhe shtëpitë e tyre të mbyllura duke emigruar në Medinë, dhe në anën tjetër, kur dëgjuan se atje kanë hasë në mikpritje dhe përkrahje të jashtëzakonshme vllazërore nga ana e Medinasve, u dëshpëruan dhe u shqetësuan pa mas. Ata filluan të frigohen se pas kalimit të Muhamedit a.s. në Medinë, muslimanët duke qenë të përkrahur nga vendasi, do të organizohen dhe shndrohen në një fuqi të fortë, prej së cilës do t'ju kërcënojë rreziku atyre në Mekë. Armiqtë rrethar, siç e din, janë munduar disa herë për ta zhdukur Muhamedit a.s. por të gjitha përpjekjet e tyre u patën shkuar huq. Për realizimin e këtij plani pa më keq, tash kushtet ishin më të përshtatshme se kudoherë tjetër. Ata ishin të bindur se me likuidimin e Muhamedit a.s. do të merr fund edhe lëvizja e fesë islame. Prandaj kjo vepër ishte e domosdoshme që të ekzekutohej derisa ai gjindej në Mekë. Parësimi i Mekës, duke qenë të brengosur nga situata e krijuar në një mbledhje, u ftuan në një mbledhje urgjente në Daru e Nedve për të biseduar për masat që duhen të merren kundrejt Muhamedit a.s. Dhanë mendime të ndryshme. Njëri prej tyre shfaqi mendimin se Muhamedi është e nevojshme t'i vënë prangat në duar e këmbë dhe të burgoset duke ia ndaluar ngrënien derisa të vdesë. Ky mendim nuk u pranua, nga frika se shokët e tij një ditë me fuqinë e tyre do ta shpëtojnë nga burgu. Një tjetër propozoi që të internohet nga vendi, por asnjë propozim nuk hapte në përkrahje, për shkak se Muhamedi, me sjellje të urta dhe këshillime të mira, kudo që të shkon ka për ta fituar popullin. Më në fund, Ebu Xehli propozoi që të zgjedhet nga çdo kapile e fisit Kurejsh nga një djalë trim, dhe të gjithë së bashku t'i bëjnë atentat Muhamedit a.s. Në këtë mënyrë, asnjëra kabile nuk do të trajtohet përgjegjëse për vrasjen e tij. Ku në anën tjetër, kabilja Beni Hashim nuk do të jetë në gjendje për të hakmarrë me të gjithë, por do të detyrohej që ta marrë hakun e gjakut me të holla. Beni Hashim janë kabilja e Muhamedit a.s. Ky propozim u pranua nga ana e të gjithëve pa vërejtje, dhe menjëherë pasi u krye mbledhja, filluan të planifikojnë planin se si do të realizohet mendimin e Ebu Xehlit, mingjës së Muhamedit a.s. Duke menduar se Muhamedi a.s. nuk t'i gjë për planin e tyre. Mirpo, për mbajtjen e kësaj mbledhje, Zoti xhaleshanu ja bën me dije pejgamberit a.s. ku edhe këtë e dëshmon Kur'ani në surën Al-Anfal. Përkujto, o i dërguar, kur ata që nuk besonin thurnin kundër teje, të ngujojnë, të mbysin ose të dëbojnë. Ata bënin plane, e Allahu ja zgjësonte, sa Allahu është më i miri që ja zgjëson tredhi. Zoti xhaleshanu ja zbuloi Muhamedit a.s. qëllimet e Kurejshëve dhe urdhëroi për emigrim. Pejgamberi me këtë rast shkoi te Ebu Bekri për ta informuar për këtë çështje dhe për të konsultuar me të. Kjo vizitë në mesditë ishte jashtëzakonshme, prandaj vizitën e bëri natën. Kjo gjë e befasoi Ebu Bekrin dhe e frikoi shumë, sepse Muhamedi a.s. i dhimbej më shumë se sa vetja. Pasi që Muhamedi a.s. ja tregoi se si qëndronte situata duke i porositur që të përgatitet edhe ai, e lajmëroi se të dy së bashku do të udhëtojnë për në Medinë. Me rastin e udhëtimit, Ebu Bekri u gëzua pa mas, sepse ai për këtë qëllim i kishte përgatitur 2 deve të zgjedhura, duke kuptuar se edhe këta një ditë duan të emigronin në Medinë. Muhamedi a.s. dhe Ebu Bekri ishin të bindur se me çdo kush do të mundohen idhujtarët të pengonin një udhëtim të tillë. Prandaj planifikuan që të dalin nga qyteti natën, të udhëtojnë në drejtim të Bjeshkës Teur që gjendet nga ana e jugut, e jo në drejtim të Medinës, dhe të qëndrojnë të fshehur në shpellën e kësaj bjeshke, derisa të qetësohet situata në qytet.
Komploti kundër Muhamedit a.s. ishte i paraparë për natën që vijonte. Muhamedi a.s. bisedoi me Aliu dhe e porositi që të flerë në shtratin e tij. Dhe pasi t'ju shpërndai njerëzve gjëra që kishin lënë në mbrojtje të Muhamedit a.s., të dhotoi edhe ky për në Medinë. Po sa u rësua nata, armiqtë të armatosur e rrethuan shtëpinë e pejgamberit a.s. dhe për çdo moment për ndarjen e Muhamedit a.s. Ndërsa Muhamedi a.s. duke shpresuar në ndihmë dhe mbrojtje të Perëndis, kaloi në përrojen e armikut duke mos e hetu asnjëri prej tyre dhe shkoi te Ebu Bekri. Nga një derë e vogël që gjendej prapa shtëpisë së Ebu Bekrit, dolën dhe filluan rrugën në drejtim të Bjeshkës Teu. Me të dalur nga qyteti, Muhamedi a.s. u ndal dhe ja lëshoi një vështrim mallëngjimi qytetit me lëk në sy dhe tha: "Për hir të Allahut u ndal prej teje, por e di se me të vërtetë ti je vendi më i dashur dhe më i lavdëruar tek Allahu xhaleshanu dhe tek unë. Prandaj, meqense banorët e tu nuk më largonin me dhunë, nuk do të largohesha nga ty kur." Zoti fuqiplot e ngushëlloi Muhamedin a.s. nga pikëllimi i ndarjes nga vendi i bekuar që gjendej qabja, dhe njëkohësisht vendlinja e tij, duke i premtuar se me siguri do t'ja bën të mundur që prapë të kthehej në të. Në shpellën e theurit së parë hyri Ebu Bekri duke kontrolluar, e pastaj hyri edhe Muhamedi a.s. Derisa Aliu radiallahu anhu qëndronte në shtratin e profetit, roja e armikut mendonte se kishte qitë në kur gjahun e tyre. Ata vazhdimisht shpresonin që Muhamedi a.s. si zakonisht do të shkojë natën për të falë në qabe, ose do të delë për ndonjë nevojë tjetër, sepse sulmimi në shtëpi, sipas zakonave arabe, konsiderohej si ligështi dhe poshtërsi. Në mëngjes, kur pani dhujtarët se nga shtrati i pejgamberit doli Aliu radiallahu anhu, u dëshpëruan shumë dhe mbetën të habitur. I dhujtarët posa të gjuan se Muhamedi a.s. ju kishte shpëtuar nga komploti i parapar, filluan të bëjnë hetime në qytet dhe të kontrollojnë rrugët që shkonin për në Medinë. Ata kishin njerëz të posaçëm që i vëzhgonin gjurmët e këmbëve në përzalljen e shkretirës. Një grup prej tyre vazhduan rrugën në drejtim të Bjeshkës Teu dhe arritën afër shpellës, ku ishin të fshehur Muhamedi a.s. dhe Ebu Bekri radiallahu anhu. Zëri i tyre dhe vjen brenda në shpellë. Zemra e Ebu Bekrit filloi të rëqetet nga frika se do t'i zënë. Besë të urët që shpriti në vesh profetit duke i thënë: "O i dërguar i Allahut, do se ndonjëri prej tyre shiqon vetëm këmbët e tij, ka për të na vërejtur." Muhamedi duke qenë i qetë dhe i plot besueshëm në mbrojtjen e Zotit xhaleshanu, ju përgjigj: "Mos u dëshpërosh, se Allahu është me ne." Shpata e armikut qëndronte mbi kokë të shokëve të shpellës. Ku po t'i depërtonte ndonjëri syrin në shpellë, kishin për t'i zënë të gjallë me dorë. Në këtë raste është e pamundur që të mos frikohet zemra më guximtare, të mos qetësohet mendja më e përsosur e njeriu, me përjashtim të profetit, i cili duke qenë i mbështetur në fuqinë e Perëndis, qëndroi vendosur pranë çdo rreziku. Derisa Muhamedi a.s. me shokun e tij i përjetonin momentet më kritike të jetës së tyre, grupi i armiqve bënin polemik në mes veti, se a ka nevojë me kontrollu shpellën apo jo. Për të biseduar për rreth kësaj çështje, i shtyri mrekullia që ishte paraqitur në hyrje të shpellës. Turja e retës nga ana e një mrimange dhe rregullimi i çerdhës së dy pollumbave në buzë të shpellës. Gjurmuesat u bindën se në shpellë nuk mund të ekzistojë askush. Me këtë rast, njëri prej tyre u tha shokëve të vet: "Çka kemi nevojë me hyrje në shpellë, pasi që kjo rrjet mrimange mund të jetë këtu ndoshta edhe para se të lindte Muhamedi a.s. Prandaj vendosën për të shpërndarë. Muhamedi a.s. dhe Ebu Bekri radiallahu anhu në shpellë qëndruan 3 ditë. Mbi bisedën dhe situatën në qytet, për çdo mbrëmje i lajmëronte i biri i Ebu Bekrit, Abdullahi. Me bukë dhe ujë i furnizonte bia e Ebu Bekrit, Esmaja, kurse bariu i deleve, duke kontrolluar delet, i u humbte gjurmët e këmbëve të Abdullahit dhe Esmas, dhe njëkohësisht i furnizonte me qumësht. Në të katërtën ditë, pasi që ulëmtimet dhe gjurmët e Kurejsh vuçi të zuan, arriti Abdullahi me 2 devet, të cilët Ebu Bekri e kishte paguar për këtë udhëtim, dhe filluan rrugën për në Medinë, duke i shmangur rrugëve kryesore. Kurejshët pas hulumtimeve dhe gjurmimeve të pasukseshme që i bën në qytet dhe periferitë e tij, e shpallën një shpërblim prej 100 devesh për aq që do ta nxinte Muhamedin a.s. Suraka, i cili ishte i njohur për ngatrimëria, kishte shpresë se do ta fitojë këtë shpërblim, pasi që kishte dëgjuar nga dikush se i kishin parë 3 persona duke shkuar në drejtim të Medinës. Me këtë rast, ai e përgatiti kalin, mori shpatën dhe filloi rrugën pas tyre. Nga shpejtësia e madhe, kali disa herë në rrugë u rrëzua. Por kur u afrua që t'i mbërri me shiqet, kali t'u sharruan këmbët në dhe, e në anën tjetër, frinte një herë për plot me dhe, që shkaktoi mjegull dhe pluhur. Pas kësaj ngjarje, Suraka u bindë se me të vërtetë Zoti e mbronte Muhamedin a.s. Prandaj është e pamundshme për ta zënë. Suraka hoqi dorën nga qëllimi i tij dhe me përultësi kërkoi falje nga Muhamedi a.s. duke i premtuar se do t'i kthej prapë të gjithë ata që janë nisur për t'i ndjekur.
Këtë dëshirë ja plotësoi Muhamedi alayhis salam Surakas. Në Medinë kishin arritur lajmi mbi largimin e Muhamedit alayhis salam nga Mekja. Prandaj medinasit kuptuan se ai është një udhëtim për në Medinë. Nga dëshira e madhe dhe gëzime, ata dilshin për çdo ditë prej mëngjesit deri në mesditë dhe bëhej hap e madhe për pritjen e Muhamedit alayhis salam, dhe secili është ai që do ta sheh më parë. Në 12 rregull e vet, ditën e hënë në kohën e drekës, u dha lajmi për arritjen e Muhamedit alayhis salam bashkë me Abu Bekrin në vendin e quajtur Kuba, i cili gjendet në periferitë e Medinës. Me këtë rast, të gjithë muslimanët, burra e gra, pleq e fëmijë, me një entuziazëm dhe gëzim të papërshkruar, u nisën në drejtim të Kubas për të dëshiruar mirësiardhje personit më të dashur të zemrës dhe shpirtit të tyre. Ky gëzim i jashtëzakonshëm u përcoll me tekbire dhe ilahi, ku mund të përmendit ilahien Tala al-Badru Alejna, që sot këndohet edhe në gjuhën shqipe, Agojhana 14. Ditën e parë Muhamedi alayhis salam dhe shoku i tij e kaluan në një hije të njohurme, duke kontaktuar me njerëz. Shumica e tyre ishin që kishin dëgjuar për të, kështu që nga modestia që kishte Muhamedi alayhis salam, njerëzit që nuk e njohnin nuk mundeshin që ta dallonin atë nga shoku i tij, Abu Bekri. Pas një kohe arriti edhe Aliu radiallahu anhu në Mekë. Muhamedi alayhis salam në Kuba qëndroi disa ditë. Gjatë kësaj kohe, ai ndërtoi xhamin e parë, në të cilën muar pjesë edhe vet ai fizikisht në ndërtimin e saj. Pasi erdhi Muhamedi alayhis salam në Medinë, çdo njeri prej muslimanëve të Medinës dëshironte që Muhamedi alayhis salam të jetë mysafir i tij. Për t'u plotësuar dëshirën të gjithëve ishte e pamundur, ndërsa dallimi dhe periferimi ndonjëri prej tyre sigurisht do të shkaktonte pak kënaqësitë të tjerë. Mirpo Muhamedi alayhis salam këtë problem e zgjodhi shumë lehtë, sepse Allahu xhaleshanuhu e ka në dorën e vet dhe i dha urdhër që ta lë devën të lirë. Para asaj deri që do të ndalet devja, ai do të jetë mysafir i atij atë natë. Devja u dal përballë derës së Ebu Ejubit. Prandaj Muhamedi alayhis salam u vendos tek ai në konat. Me hijretin, emigrimin e Muhamedit alayhis salam në Medinë, përfundoi një periudhë prej 12 vjet e gjysmë, e cila ishte për muslimanët për plot vuajtje, mundime dhe persekutime. Me hijretin e pejgamberit u shënua një epokë e re në historinë e muslimanëve dhe e njerëzimit, duke u vënë themeli i një sistemi dhe shteti të organizuar dhe bazuar në principet e fesë islame, e cila është produkt i dijes dhe drejtësisë hyjnore. Hijreti ka qenë ngjarja më me rëndësi në historinë e përhapjes së fesë islame. Prandaj, në kohën e sundimit të halifatit të Omerit radiallahu anhu, si datë fillestare për njërsimin në kohës, nuk u mor as lindja e Muhamedit alayhis salam për as fillimi i shpalljes së Kur'anit familjar. Por në këtë rast, u mor arbiti që pejgamberi alayhis salam bëri shpërngulje prej Mekës vendlinjes së vet e deri në Medinë. E këtë ngjarje historike e zgjodhi Omeri radiallahu anhu si datë fillestare e të gjithë muslimanëve dhe njëksimit të kohës. Tani do të ndëgjoni ilahien Tala al-Badru Alejna nga motrat tona Aida dhe Suela. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu
dhe nga gjiri I vllazëris. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammed, sallallahu alaihi wasallam. O Muhammed, o pejgamber, për ty kible je iman, bekoj Zoti me urtësira, edhe ne të qëjmë selam. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammed, sallallahu alaihi wasallam. Tani me rat vjen ilahia, kjo jetë shumë e shkurt, El Medina, Afërdita dhe Aida. Kjo jetë është shumë e shkurt, një ditë me tesh trupin burt, do të mbash tjellin me qefin, trupin të në vareshtin. Do të mbash tjellin me qefin, trupin të në vareshtin. Nëse I mirë ti ke qenë, puna yte aty të jenë, bëhet varis për prodrit, të herohet sa qojnë sy. Bëhet varis për prodrit, të herohet sa shohin sy. Kjo Zota falenderoj për tot mira që poj shijoj, vetëm t'lutem për kiamet, dua o Zot të hyjnë xhennet. Vetëm t'lutem për kiamet, dua o Zot të hyjnë xhennet. Nëse I keq ti ke qenë, puna yte aty të vjen, një pas një dëni me të vin, e shtratuar ti përzin. Një pas një dëni me të vin, e shtratuar ti përzin. O Zot, çka është kështu kitë mes, mund të duroj në këtë der, to dëni me her pas her, o im jeri, unë im jer, to dëni me her pas her, o im jeri, unë im jer. Apo ngoni motër e vëlla, djesh nga motra jon Miria. Apo ngoni motër e vëlla, me folbete s'ka sevda, ter I mat na kara, ngreni duar bëjni dua. Zoti na largon këto bela, se ter në zemër na kara, frik prej Zotit kërkush s'ka, jemi habitur në këtë dunja. Perëndia na ka fal, me ditë hakun dhe me u fal. Zemrat tona janë bagur, lot presive, s'dalin kur. Jeta ko gjithve na shkon, me vdek unë sot, s'di ku shkoj, se dunjaja na mashtroj, për ahiret me ndjas na shkoj. Sa kesh e vogël unë nuk di,
gabova po saurita, gabimet e mia nuk do t'i bëj inqar, pra ti na fal o Zot se je gafar. Të lutem o Zot, largo ma shejtanin, edhe ty të lutem, ma fal imanin. Të gjithve emri do t'na harohet, edhe vori do t'na rafshohet. Ja bafshja zjarë do t'na bëhet, pra motër e vëlla, ne mos të haroj. Rrugës Allahut, në të gjithë të shkojnë, nëse doam të shpëtojnë dhe xhenetin ta fitojnë. Tani me rast është ilahia Allahumme ya Rabbi, nga motra tona Zenia, Fiknetja dhe Erblina. Allahumme ya Rabbi, na fal neve o Perëndi, na jep miran këtë dunja, na hiret Zot na shpëto, na jep miran këtë dunja, na hiret Zot na shpëto, na fal neve babenon, fali gjithë këto besimtar, bëjmë ibadet pa janda, na prano Zot këtë dua. Bëjmë ibadet pa janda, na prano Zot këtë dua. Na ban jetën të begatshme, edhe vdekjen të rehatshme, me shpirtin me iman, besimtar ne kemi kanë. Ne me shpirtin me iman, besimtar ne kemi kanë. Shehadetin ne me thanë, fjalem ram Zot kjo me kanë. Natë e varit na ndihmo, sa melek xhevap me dhanë. Natë e varit na ndihmo, sa melek xhevap me dhanë. Ashtu tu i kanë me atë halë, vinë me leksuale bajnë, mu kerem emrin e kam, dridhe toka kur veprojnë, mu kerem emrin e kam, dridhe toka kur veprojnë. Pirësim kush është Zoti jot, kibla jote dhe dini jot, ditë masherit shumë e vështirë, na ndihmo Zoti ja ditë. Ditë masherit shumë e vështirë, na ndihmo Zoti ja ditë. Allahumme dhul gjelal, para teje kemi me dal. Allahumme ya Rahman, na udhëzo Zot në Islam. Allahumme ya Rahman, na udhëzo Zot në Islam. Allahumme ya Rahman, na udhëzo Zot në Islam. Vjesha Shehadetit do të na recitoj motra jone vogël Maida. Muhammadan Rasulullah, që s'ka zë tjetër përveç Allahut, nuk dishoj, pejgamberit salavatë i këndoj, për paqe dhe shpëtim të gjithë nevojë kemi, në rrugë të Allahut gjithmonë të jemi. Berat është ilahia se ka ta kemi me shku nga motra tona Aida dhe Zenia. Në këtë natë plot me hënë, përkujtoj vëllaun tim, i mbyll syt për gjithmonë, udhëton të në mshim. I mbyll syt për gjithmonë, udhëton të në mshim, se kjo botë për caktuar disa herë
Mos ke frik loke ti, amanetin e kam lën, qumshtin tën që e kam pir, të lutem halal ma bën. Qumshtin tën që e kam pir, të lutem halal ma bën. Ku është Musa, ku është Isa, ku është Jaja, ku është Nuh, ku janë gjyshët, ku janë prindët, tek ata kemi me shku. Ku është Musa, ku është Isa, ku është Jaja, ku është Nuh, ku janë gjyshët, ku janë prindët, tek ata kemi me shku. Tek ata kemi me shku. Në këtë natë plot me hënje, qiellin kanë stolis, koha jeta pas kanë thënë, rupa kthim në jeminis. Koha jeta pas kanë thënë, rupa kthim në jeminis. Ngrite fjalën dhe trego, Zoti një është pa dyshim. Nënën loke përgëzo, se fitorja është mbarim. Nënën loke përgëzo, se fitorja është mbarim. Ku është Musa, ku është Isa, ku është Jaja, ku është Nuh, ku janë gjyshët, ku janë prindët, tek ata kemi me shku. Ku është Musa, ku është Isa, ku është Jaja, ku është Nuh, ku janë gjyshët, ku janë prindët, tek ata kemi me shku. Tek ata kemi me shku. Tek ata kemi me shku. Feja islame është dritë e Zotit, rrugën na ndriçon, nga pteri i kopshëm të gjithëve na shpëton. Më e vlefshme dhurat nga i madhi Perëndi, amaneti i parë i fundit për krijesën njeri. Që nga Hazreti Ademi, njeri e pejgamber i parë, kjo e vërtet nga Allahu për herës të shpar. Sa herë që njeriu është tjetërsuar, pejgamberi kohës e ka udhëzuar. E ka udhëzuar njeriu në shkret, në udhkriq të jetës sa herë që ka mbet. Në formën e përsosur, kjo fe e vërtet ju shpall e plotësuar të lavduarit Muhammed. Këtë e dëshmon Kurani, fjala e Perëndis, të vërtetën e plotësuar që ja shpalli njerëzis. Në radhë është ilahia, Zotin duke adhuruar nga të gjithë nxënësit. Zotin duke adhuru, Kur'anin duke lezu, Allah duke than, mirë se erdhën gëzimin ton. Allah duke than,
hoxha im. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وكانوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Lartësia i takon Zotit të botës dhe mëshirues të shërbuesit, fundruesit të ditës së gjykimit. O Zot, në vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë të kërkojmë. Udhëzona për persona në rrugë të drejtë dhe të vërtetë, në rrugën e të parëve tanë të cilët i begatove me të mirat tua, e jo në të atyre të cilët kundër vetes kërkojnë dënimin dhe hidhrimin tënd. Në këtë ditë të ndrimit të motmotit të vitit të ri Hijri, salavatet të përzemër të i qojmë pejgamberit tonë të dashur Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. O Zot i gjithësisë, po të lutim nga thellësia e zemrës për hir të kësaj ditës, në të cilën ditë bëri hijret Muhamedi alayhi salatu wassalam para 1429 viteve, të lutemi që familjes e tij, shokëve të tij, ndarë muslimave dhe neve, na jep rahati në dunya dhe në ahiret ya Rabbel Alamin. O Zot i gjithësisë, ashtu të përndërsimet ime nga të vëfrushat e vetes, nga Kur'ani duke filluar nga Kur'ani famëlar, ilahi të sep zemrat tona ata i njurën nga vendi, i kriju ya Rabbel Alamin. Këndilet e rive, nga se vapi që kanë fitu këta ya Rabbel Alamin, hedije ja u bëjmë duke fillun nga Muhamedi alayhi sallam, shpirti fesnik dhe i pastër, sahabët e tij, familjes së tij, mbarë vlezën e tanë musliman kudo që ata janë, edhe prindërve tanë ya Rabbel Alamin të vdekur që janë edhe të gjallë ya Rabb. O Zot i gjithësisë, po ashtu se vap shkruaj edhe pronarin në të cilin është ndërtuar ky mesxhit. Ya Rabbel Alamin, të lutemi nga thellësia e zemrës, na jep të mira në dunjë dhe në ahiret. Në ahiret na mbroj prej zarmit të xhehenemit. Në ahiret ya Rabb, me mëshirën dhe madhfiretin tënd, të cilën posedon madhëria ite, na i fal gjunahet kusuret tona që i kemi, na e fal xhenetin ya Rabb. O Zot i gjithësisë, na bën për atyre të cilët do ta shohim të bardhën dhe ta ndjekim,
ndërsa batilin apo të zezën do të largohemi, nasip në bën ja Rabb. Ja Rabbel Alamin, dhe në fund të lutemi që selavatet apo selamet të përzemërt apo përsëri që Muhammedit a.s. të cilin nuk mund të harrem asnjëherë, i cili është mundu edhe është lut për neve para 1400 e diçka viteve, i cili ka thënë se ata të cilët do ta mësojnë Kur'anin, ata do të jenë nën mëshirën e Allahut edhe nën shefatin tëm. Edhe ata të cilët do të bëjnë salavat, edhe ju o vëllezër dhe o motra musliman, mos i harroni salavatet duke i kënduar shpirtit fisnik Muhammedit alayhis salatu wassalam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Dhe tani nxënësve tonë do t'ua shpërndajmë urime. Për gjematin, këto janë urime që fëmijë, nxënësit, njëri qetin i kanë çuar me rastin e vitit të Islamit. Tash çka i urojnë, çka i përhajrë, është çështje e tjera, ato me zveti ata i kanë çuar. Dhe tash do një më shumë, do një më pak, të bëj pak sabër, e mandej këtë edhe dhurata që ne si një kendre për projektin e nxënësve inshallah. Zvrata vend danas si një Vai,